që kush do të ishte masa e përshtatshme. Sepse nga ana e kryeministit pretendohet që kjo masë nuk është e përshtatshme për një funksionar të qeverisë së tij që ka postin e zëvendës kryeministit apo dhe të ministrit. Atëherë kemi një person të pandehur në një procedim penal. Dhe prokuroria me të drejtë duke zhvilluar hetimet për nevoja të hetimit kërkon që ky person të mbahet në një masë sigurimi. Ti marrim me radhë që të dalim tek masa e përshtatshme, se po thuhet që kjo nuk është masë e përshtatshme. Cila është masa e përshtatshme? Kush do të ishte masa e përshtatshme? Sepse në debatin publik ne po dëgjojmë edhe sot, po mirë më dakord, kjo prokuroria pse kërkoi këtë pezullimin, pse nuk kërkoi arrestin në burg, nëse kjo ka kryer një vepër penale të tillë, ose arrestin në shtëpi. Është ky debat. Ose detyrim paraqitje. Janë të gjitha këto mundësi. Nëse prokuroria do të kërkonte masën e arrestit në burg apo atë të arrestit në shtëpi, do të duhet i drejtohej kuvendit dhe komisionit të mandateve për heqjen e imunitetit, në mënyrë që të procedonte për dhënien e autorizimit. Për dhënien e autorizimit. Por kjo do të implikonte çështjen me atë që është dhe diskursi tjetër, sepse në momentin që merret masa e arrestit në burg dhe arrestit në shtëpi, nuk pezullohet thjesht në pozicionin e funksionarit të zëvendës kryeministit apo ministrit, por edhe si deputet. Dhe këtu kemi të bëjmë me një sferë tjetër, kemi të bëjmë me një të zgjedhur dhe pamundësinë e tij për të përfaqësuar të zgjedhurit me një implikim tjetër ligjor. Atëherë këto dy masat, arrestit në burg dhe arrestit në shtëpi, janë masa ekstreme duke marrë parasysh këtë specifik. Shkojmë tek masa e pezullimit nga detyra. Tani, prokuroria që po zhvillon hetimet për shkak të detyrës së këtij personi pretendon që janë kryer shkelje. Tani si mund të siguroj hetimet nëse ky person vazhdon në detyrë? Dhe ekziston rreziku i fshehjes së provave, intimidimit të dëshmitarëve dhe masa e dytë, ajo e ndalimit të daljes jashtë shtetit, ne kemi një precedent që persona në hetim, në momentin që është njoftuar, me të njëjtën status, janë larguar. Atëherë legjitimohet dyshimi i prokurorisë, sepse prokuroria në kërkesën e saj e bazon vetëm në dyshim të arsyeshëm. Dhe ai dyshon që në momentin që unë i komunikoj këtë akuzë këtij personi, është dhe ekziston mundësia reale që ky person t'i shmanget drejtësisë, duke qenë se edhe dënimi nuk është një dënim i lehtë, por është një dënim që parashikon burg. Atëherë duke marrë parasysh këto rrethana, ky person mund të largohet. Ky person mund të prishë provat, ky person mund të intimidojë dëshmitarët. Atëherë vemi kush është kjo masa e përshtatshme dhe ku është diskursi që njëri pushtet po prek pushtetin tjetër.